Rreth 200 punonjës të punësuar nga kompania Gajsilësit TAP, pikërisht këtu në qytetin e Durrësit ku është edhe kantieri dhe magazina e të gjitha materialeve të kësaj kompanie, kanë ndërprer punën mëngjesin e sotëm. Punonjësit kanë deklaruar për News 24 se nuk respektohet kontrata e punës nga punëdhënësi. Sipas tyre ata janë marrë në punë me pagë minimale për 3 mujorin e parë, ndërsa pas 6 muajsh punë paga e tyre nuk është rritur ashtu siç ishte premtuar, por është ulur. Protestojmë, por rrogat nuk kanë hyrë rrogat, edhe rrogat janë 200 euro në muajt, duke punuar 16 orë. Ja, rrogat, ja, shive, ja, me fakt, ja. Ja. Jam magazinier, punoj në magazin, rroga është shumë e ulët. Sa? Unë marr 340.000 lekë, sot ka marrë 260.000 lekë. Në kontratë sa keni rrogën jo? E shkruar është 280 si kontratë, por kam punuar edhe shtunave. Punonjësit shprehen se merren në punë edhe jashtë orari, por këto pagesa ende nuk janë kryer nga punëdhënësi. As shtesë, as i gjë, vetëm mashtrimet. Na kanë thënë 320, na kanë bërë 200.000 lekë tash. Po na kërcënojnë na këtu në punë, thonë rrini post night dili jashtë. Çfarë punë bën ti? Jam trajnuar për tubat, shkakim tubash. Tash ta na fusin lloj punësh. Si dënë që bën ata i shefin. As siguria se gjasë ka këmër. Përfaqësues të kompanisë TAP në reagimin e tyre thonë se situata është krijuar midis kontraktorit shtëpisë pagë dhe punëtorëve të kësaj kompanie. TAP sqaron se ka marrë garancinë nga kompania kontraktore që situata me pagesa do të zgjidhet shumë shpejt.